Po shikoni, normali, këmë thonë edhe ma herët, normali që Lëvizja Vetëvendosje është adresa e parë. Jo vetëm për shkak të eksperiencës që kemi pas 3 vite, 3-4 vite të fundit, por për shkak se Lëvizja Vetëvendosje ka marrë më shumë se gjysmën e, do të me qenë masak 53 të ulësit në Kuvend nga 100 që janë dedikuar për shqiptarët. Prandaj një shumicë të deputetëve shqiptarë dhe në atë aspekt duhet të respektohet këtë fakt dhe normalisht që adresa e parë është në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje. Të vërtetën kur vjen koha që të bisedojmë, unë do të kem do propozime për një fuqizim ose një përmirësim të eventualit komunikimit dhe marrëdhënieve në veçanti bashkëpunimit, sepse gjithmonë mundet më mirë që thuhet ajo, unë e shoh hapësirë shumë që të bëhet një përmirësim në drejtim. Dhe sinqerisht unë konsideroj që pas raundin e 4 i zgjedhjeve që keni thonë dhe ju keni konsultuar pak më herët, konsideroj që me të vërtetën është koha e fundit që të bëhet një pajtim, një të them ashtu organizim, një qoftë që doni një pako të përcaktuar të krijimin e institucioneve në cilin nuk ka më hapësirë për një mundësinë të manipulimit duke shikuar nga këndim personal çka e përjetojmë gjatë fushatën zgjedhore në veçanti për raste për shembull që ju kam thonë. Besoj që është nevojshme që të pajtohen partitë politike shqiptare sepse kjo nuk ka kurrfarë kuptimi nëse vazhdohet me një krizë e radhës, ku ajo krizë e radhës prandaj nuk e kuptojmë, nuk e parashikojmë çka mund të thonë, çka mund të krijohet pastaj dhe sa mund të zgjatet. Prandaj është adresa e parë është Lëvizja Vetëvendosje, por gjithçysh jo vetëm për një bashkëpunim pasiv, por në këtë rast për një bashkëpunim i cili do të jetë në mënyrë që propozimet tona, në veçanti jo vetëm unë si kryetari i një partie të vogël, por gjithashtu dhe kolegët e mi nga radhat e komuniteteve, që t'i prezantojmë dhe ta propozojmë ideja të cilat po konsiderojmë që do të janë në favor të krijimit institucional. Prandaj, siç thash, jo një bashkëpunim pasiv, por kisha thonë një bashkëpunim proaktiv ku dhe ideja tona duhet të marrim parasysh dhe si të tilla që ti eventualisht implementojmë së bashku. Ende s'kemi formuar as grupin, prandaj unë flas në emrin tim personal, nuk e flas në emër të grupit sepse ende nuk i kemi grup. Unë spari do të kërkoj prej kryeministrit në këtë radhë ose Vetëvendosje që ta përdorin çdo formë të iniciativave të cilat mund të na sjellë deri një bashkëpunim në veçanti me partitë shqiptare sa i përket zgjedhjen e presidentit, sepse konsideroj që kjo është çelësi, të them ashtu, ose një pikë potencialisht e dobët në krejt këtë procesin që kemi tash pas zgjedhjeve, dhe unë vetë komi kërku prej palët që ta bëjmë një të them ashtu një planifikim gjithëpërfshirës. Mos të jetë vetëm fazë pas fazit ose të krijohet një pjesë institucioneve pas plan çka bëhet me institucione tjera, sepse ta përkthejnë në një fjali ashtu më popullore. Është shumë e rëndësishme që të kemi krejt një pako se mos të mundsojmë armiqtë të institucioneve të Kosovës që ta ndikojnë prapë me do presione ose do manevrime të cilat gjithçysh do të na sjellshin deri në një situatë shumë e keqe, sikur që kemi pas deri më tani. Unë shumë po mbështetem në konstatimet të cilat në veçanti konstatime strategjike që i bën BE-ja, pasi që konstatojmë që BE është një caku, një goll, me thonë, i pashmangshëm, i vetmi caku i cili duhet të kemi të gjithë ne politikanët, të gjithë sistemet në Ballkan. Atëherë fjalë të tyre kur i thanë që 2025 të ka qenë viti i humbur, mu përsinjsh më ka prejtë, të thonë vërtetën, sepse nuk po dëshiroj që ne institucionet të kemi vitet të humbura për shkak të
krizave politike. Prandaj, ta shmangim konstatimi i radhës të jetë viti 2026, gjithashtu, sikur që viti 2025 ka qenë viti i humbur, ta shmangim këtë një konstatim, hajtë të bëjmë një pak të them shtu të përcaktimin e institucioneve ose përcaktimin e metodave për zgjedhjes së përfaqësues brenda këtyre institucioneve dhe pastaj votojmë çka do. Do thotë kjo pak jo nënkupton përfshirjen e gjitha partive politike që janë në Kuvendin e Kosovës. Të gjithë institucionet ishe thonë se të gjithë parti politike unë kuptoj në veçanti nga në radhët të partive politike shqiptare që është kriju një animozitet i cili me të vërtetën ka njëherë mu po mdoket shumë absurd, por me gjithatë fakti është që ka një animozitet i cili është psikologjik mas shumëti, por gjithashtu na krijon problem. Ju keni këtë fjalë që thotë për inate, po me të vërtetën po vynë qytetari, dhe unë nuk jam njeri tillë, unë gjithmonë kam qenë për marrjen e përgjegjësisë në formën e tillë dhe me një tolerancë, se demokracia, drejta demokratike do thotë që edhe ju të keni drejtë, jo vetëm unë. Kur flas unë për demokracinë, unë vetëm po reflekton për drejtat mia, jo për drejtat juve. Në këtë rast ju keni drejtë. Prandaj duhet të jemi në mes të bindjeve ku duhet me të bashkëpunojmë. Pa shikoni nëse në këtë rast ju e dini që Kushtetuta parashek që mos paku një ministër nga Komiteti Serb duhet të jetë aty, dhe nëse hipotetikisht, nëse nuk ka, për shembull, në përzgjedhjen e votimin e qeverisë, atëherë një votim i tillë pa ministri nga Komiteti Serb nuk do të ishte ligjor. Prandaj është pashmangshme e tash përzgjedhja e partive shqiptare në këtë rast që ju thash më herët, të cilët duhet të marrin përgjegjësi. Përzgjedhja e tyre do të përzgjedhin mua si i vetmi jashtë listës serbe ose listës serbe. Kjo është vendimi i tyre. Po, edhe një pyetje të fundit, thatë që për note politike partitë shqiptare do thotë janë të vujt qytetarët. Duke pa këtu notet politike të partive shqiptare dhe partive ish opozitare, si kisha mujt me thonë, a shihni që ka me pas zgjidhje sa i përket kësaj bllokade politike që është gati pothuajse për një vit e gjysmë ose 2 vite është të na ndjek? Po, di thëmë vërtetë, nëse nuk o zgjidhje tani, atëherë me të vërtetën ne politikanët po na duhet një ligj i veçantë, një komision e veçantë, ku psikiatri duhet me konë kryesuesi i komisionit. Me të vërtetë nuk ka një shpjegim tjetër, sepse kjo për mua do të ishte personalisht një dështim të sistemit në të cilin besoj që 20 vjet. Por i kujtoj që në janari ku mush 20 vjet që mirë me politikë, dhe unë besoj që sistemi e ka një perspektivë, por ky faktori i kapacitetit njerëzore është gjithë i sfidues për ne.